Shekh Rabia rahimahullah këtu e përmend një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah dhe thot Sheikhu, më ka pëlqyer shumë një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymijas rahimahullah. Do të thonë e ka mahnit Sheikh Rabin. Fjala e Sheikhul Islamit Ibn Taymijas rahimahullah. Në lidhje që ka thënë, në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Ibn Taymija do të thonë me të vërtet Allahu nuk i bën padrejti askujt, madje as sa një grimc pluhuri. Këtë ajet e ka komentuar Ibn Taymija rahimahullah kështu. Kjo tregon se nëse një grimc pluhuri do të shtohej në mëkatet e dikujt ose do të hiqej nga veprat e tij, kjo do të ishte padrejti. Allahu është i pastër nga çdo padrejti, edhe nëse është kaq e vogël. Do shikoni sa një grimc, domethënë pluhuri, nuk bën domethënë ti shtohet në peshorën e atij, në mëkatet e atij personi ditën e gjykimit. E as prej veprave të mira. Po eksakt domethënë atë që e ka merituar dhe që e ka vepruar. Pa mi ashtu, pa mi hek. Dhe kjo tregon për sosmërisë, së drejtësisë Allahu subhanahu wa taala. E si është domethënë barakallahu fikum, këto tekste të Koranit, të Sunetit, duhet patjetër domethënë me lënë gjurmë te besimtari. Duhet me lënë gjurmë te besimtari, me ndiku në zemrën e tij. E si është domethënë me njerëz që e fshehin veten e tyre mas celularëve, mas kompjuterave dhe e cenojnë derin e muslimanëve. I sulmojnë muslimanët dhe shpifin për muslimanët dhe bëjnë gënjeshtra kundër muslimanëve. Dhe nuk është vetëm kundër muslimanëve, kundër dietarëve, kundër njerëzve të dijes, kundër nxënësve të dijes. Do të thonë kjo duhet me ndiku. Robi duhet me pas frikë. Se mirë, shpëtoj ky në dunja, iku, nuk e mori vesh askush. Po, si është në ditën e gjykimit? Si është në ditën e gjykimit, që atë ditë nuk ka shkëmbim parash, nuk ka shkëmbim valutave dhe pasurisë së dunjas. Ti nëse dikush për atyrve do më thonë, pretendon xhelozi për fenë Allahut subhanahu wa taala, xhelozi për menhexhin selefi, atëherë mbrojë menhexhin selefi do më thonë ashtu siç e kanë mbrojtur dietarët prej selefit deri sot. Do thonë mbrojë menhexhin selefi me metodën e dietarëve.